Besimi u vëllezërit e mi dhe motra muslimane shtohet edhe rritet edhe forcohet. E mbush zemrën dhe shpirtin plot dhe ngren njeriu lart. Ai shtohet me vepra të mira, shtohet me përkushtim, shtohet me ushtrimin e të mirës të vetja jote. Shtohet me dëshirën e shpirtit edhe të zemrës për t'u lidhur sa më fort me Allahun xhaleshanu dhe ti jesh njeri i mirë. Mos dalë e keqja prej teje. Shtohet duke zbut zemrën, duke pastru shpirtin tatë. Edhe duke mundu me qenë njeri i rregullt me Zotin edhe i rregullt me krijesat. Siç edhe Zoti na ruajt, besimi paksohet edhe derisa edhe venitet, derisa edhe humbet nga zemra. Nëse neve nuk e konsiderojmë besimin si dhuratë prej Allahut xhaleshanu, nëse neve nuk i lutemi Zotit që të na ruaj besimin dhe të na e forcojë besimin, nëse neve nuk bëjmë vepra të mira dhe ta ushqejmë dhe ta suportojmë besimin tonë me vepra të mira, nëse neve do jemi njerëz zullumqar, nëse neve do hyjmë në hak dynjas, nëse neve do lejmë obligimet karshi Allahut xhaleshanu, nëse neve do jemi njerëz mos mirënjohës mbi sipërfaqen e tokës, shkatrimtar mbi sipërfaqen e tokës. Çdo mëkat edhe çdo gjuna edhe çdo zullum, një pikë të zezë e shënon zemrën e njeriu. E nëse njeriu nuk punon vepra të mira, po merr krahun e të keqes Zoti na ruaj. Nëse njeriu nuk mundohet që të shpëtojë veten e tij, që të jetojë si njeri i fitshëm edhe me dinjitet, besimi fillon venitet derisa Zoti na ruaj. Kemi pa njerëz, ka pas edhe të tillë që deri dje kanë qenë besimtarë shumë të mirë, sot nuk kanë lidhje me besimin Allahu na ruaj. I ka sprovu Zotin besimin e tyre.